Motër Maria Luisa, pyetja është e Levitiku 25:10, ku thuhet: A mund të lexoj, motër? Po, motër, po. Dhe do të shenjtëroni vitin e 50 dhe do shpallni në vend lirin për të gjithë banorët e tij. Do të jetë për ju një jubile, secili prej jush do të kthehet në pronën e vet dhe secili prej jush do të kthehet në familjen e vet. Motër Maria Luisa, ne kemi një kor shumë të bukur në kish, kori 54, dhe sarë që e këndoj pyes veten si zbatohet viti jubileut në kohët tona, si e jetojmë atë sot. Mirë, viti i jubileut fizikisht në atë kohë, kur Perëndia formoi popullin e tij, kur ai formoi popullin e Izraelit, ai u dha ligje, ashtu si ne sot në vendet tona themi se ekziston kushtetuta ku janë ligjet e vendit, apo jo? Pra për qeverin, për vendin dhe për banorët që të nënshtrohen atyre ligjeve. Kështu që Perëndia ynë, kur formoi popullin e Izraelit, që ishte një shtet, një komb, u dha ligje, rregullore, urdhërime, u dha çdo gjë që populli të jetonte me rregull, që t'i bënin gjërat mirë dhe të drejtoheshin nga një mandat. Në atë kohë Perëndia donte ti qeveriste ata dhe u jepte urdhërime, por Zoti po ashtu vendosi edhe njerëzit e tij në tokë. Në fillim ai vendosi Mojsiun dhe më pas, duke qenë se ishte shumë punë për Mojsiun, ata e këshilluan dhe Perëndia i tha të vendoste 70 gjyqtar që ta ndihmonin të qeveriste, të gjykonte, të dënonte, të ndëshkonte, të shpërblente popullin. Dhe kështu Zoti u dha urdhërimet dhe filloi t'i jepte ligjet Mojsiut dhe i tha Mojsiut që t'i shkruante. Dhe Mojsiu i shkruajti të gjitha ligjet, çdo gjë që Perëndia i tha për atë që duhej bërë në atë komb që po formohej, të quajtur Izrael. Dhe Zoti ndër të gjitha ligjet dhe gjithçka që duhej bërë, u tha atyre se duhej të kremtonin festat të caktuara, se duhej të kremtonin festën e Pashkës, festën e kasolleve. Pra Zoti u dha një shpjegim për çdo gjë dhe se çdo 50 vjet pasi kishin mbjell tokën, çdo 50 vjet duhet ta linin tokën të pushonte për një vit dhe askush s'do të mbillte sepse ishte një pushim për tokën. Prandaj ata duhej të korrnin dhe të linin mënjan ushqim të mjaftueshëm për një vit, sepse gjatë atij viti nuk do të korrnin. Ky ishte viti jubileut, i pushimit, dhe gjithashtu Zoti u tha se po atë vit, çdo 50 vjet, që nga dita kur Perëndia i nxorri nga Egjipti, që ishte koha e formimit të atij kombi e popullit të Izraelit, ditën kur dolën nga Egjipti me Mojsiun, nga aty filluan të numëronin ditët, atëherë kur të bëheshin 50 vjet, toka do të pushonte, ju nuk do të punoni, ju lini mënjan ushqime, dhe po ashtu nëse të varfrit u kanë borxhe atyre që kanë më shumë para, atëherë ato borxhe duhet të falen. Ju nuk do të kërkoni më pagesën, por ato do të falen, kështu që të gjithë ishin të lirë nga borxhet. Ata që kishin shumë borxhe, në vitin e 50 nuk i paguanin më, nuk i shlyenin, sepse kjo ishte liria që Perëndia u kishte dhënë atyre. Toka le të pushoj, edhe ju, borxhet tuaja do të falen, veçanërisht për njerëzit me të ardhura të ulta. Dhe ai jubilej që ishte çdo 50 vjet, në mënyrë simbolike, përfaqësonte Zotin Jezu Krisht. Kur Zoti Jezu Krisht filloi të predikonte, ai është jubileu ynë, si viti 50 për ne tani në kuptimin shpirtëror. Prandaj ne pushojmë në jubileun që Zoti Jezus na e solli me fjalën e tij. Pra ai bëri premtimin, tha: "Unë jam prehja e të gjithëve. Unë jam prehja. Unë jam dita e shtunë, dita e pushimit. Jam unë, ai që beson tek unë, ai që më ndjek, ai që i zbaton urdhërimet e mia, atëherë tek unë do të ketë prehje, do të ketë çlodhje, do të ketë paqe, do të ketë lumturi, do të ketë ushqim, do të ketë ujin e jetës, do të ketë çdo gjë, jetën, paqen, por çdo gjë në kuptim shpirtëror, për shpirtin. Jo ai shumë për trupin,
megjithse edhe trupi fizik gëzon, ne fizikisht gëzojmë, shijojmë atë që Perëndia na jep. Megjithse fryma jon apo shpirti ynë është ai që gëzon më shumë, ai që merr përfitimet dhe ai që do t'i marrë ato përfitimet deri në përjetësi, por edhe trupi ynë material, fizik, po ashtu merr pjesë dhe gëzon, shijon atë prehje, atë paqe dhe atë çlodhje që Perëndia na jep. Pra Zoti Jezus është ai vit jubileu, prandaj Kori thot se në vitin e jubileut, në vitin e Zotit, dhe kjo është kur një person njeh ungjillin, njeh gjërat e Perëndisë, atëherë nis të gëzoj jubileun, nis të gëzoj vitin e 50 shpirtëror që është Zoti Jezu Krisht, që është vetë ai, dhe atëherë personi është aty duke pushuar, duke u çlodhur në atë vit jubileu. Kështu që çdo gjë që Perëndia bëri, urdhëroi në lashtësi për popullin e Izraelit me ligjet, të gjitha këto kishin një përfaqësim në të ardhmen. Gjithçka ishte hija dhe përfaqësimi figura e asaj që do të ndodhte në të ardhmen në jetën shpirtërore të besimtarëve, ndjekësve të ungjillit të Krishtit. Këtë për shembull e gjejmë në librin e Hebrejve. Kur ne lexojmë librin e Hebrejve, aty shpjegohet qartësisht se gjithçka që ndodhi në lashtësi ishte hija e së ardhmes, hija e gjërave që do të vinin, hija e asaj që ne do të gëzonim me Krishtin Jezus. Për shembull, flijimet e kafshëve, derdhja e gjakut. Sot ne jemi përfaqësimi simbolik i flijimit të kafshëve. Ne sakrifikojmë shumë gjëra nga mishi ynë për t'i pëlqyer Zotit. Derdhja e gjakut për faljen e mëkateve u bë nga Zoti Jezus në kryqin e Kalvarit. Kështu që ne lexojmë po ashtu se Perëndia thoshte, duhet të ndërtohet një altar prej bronzi, duhet të ndërtohet altari i temjanit, duhet të vendosen llambat, të hidhet vaji. Të gjitha këto kishin një përfaqësim simbolik në të ardhmen, një domethënie. E gjithë kjo në të vërtet lidhet me besimtarët. Pra ne besimtarët duhet i përmbushim të gjitha ato kërkesa që lidheshin me tempullin në lashtësi, që ishte mënyra materiale e fizike e të adhuruarit të Perëndisë. Dhe sot jemi ne, vaj, llambat jemi ne. Vaj që duhet të kemi është fryma e shenjtë. Llamba është dëshmia jon, shembulli ynë i mirë. Këto janë llambat që ndriçojnë. Pra ne jemi ajo dëshmi, jemi njerëz që po ndriçojnë botën, errësirën, duke u dhënë shembull të mirë të tjerëve për të bërë të mirën. Të gjitha këto kanë qenë përfaqësimi, hija e asaj që ekzistonte në lashtësi dhe sot çdo gjë është në kuptim shpirtëror, që ne jetojmë të gjitha këto gjëra dhe siç mund ta shohim, ne vazhdojmë të përmbushim ato urdhërime, megjithse jo më fizikisht, por shpirtërisht në jetën tonë, se si është jeta jonë me Perëndin, por urdhërimet e Zotit janë aty, janë ende aty të vlefshme, që ne t'i zbatojmë dhe që ne të jemi tempulli i Perëndisë. Në lashtësi, Zoti urdhëroi që të ndërtohej një tempull madhështor, i mbushur me gur të çmuar, me metale dhe ar, çdo gjë sepse Zoti thoshte, ky tempull fizik, kështu duhet të jetë në të ardhmen çdo besimtar i ungjillit. Duhet të shkëlqej, duhet të ketë të gjitha cilësitë, virtytet, të gjitha dhuntit, të gjitha të jetë shpirtërore, të jenë ata shembuj, ajo dëshmi që të ndriçoj botën, që bota të kuptoj se ekziston një Perëndi dhe se Perëndin duhet ta nderojmë dhe se është e mundur që si qenie njerëzore të jetohet ajo jetë e shenjtë dhe e përsosur. Pra, e gjithë ajo që Perëndia bëri në lashtësi ishte që ne ta bëjmë sot, ta jetojmë në jetën tonë shpirtërore. Kështu që atyre që ju pëlqen të studiojnë Biblën, për shembull thonë, unë do të studioj gjithçka në dhjatën e vjetër për të parë se çfarë Perëndia tha se duhej të bëhej dhe t'i krahasoj me jetën time, sepse jemi ne ato përfaqësime të asaj që Perëndia mësoi në atë kohë. Prandaj viti ynë i jubileut është Zoti. Viti ynë i jubileut nuk është çdo 50 vjet, por që nga dita kur fillojmë rrugën e Zotit, ne nisim atë jubile me Krishtin dhe nëse vazhdojmë rrugën deri në përjetësi, atëherë do të jemi me Zotin. Mirë,
Më falni që u zgjata, por duhet t'i tregoja gjërat që nga fillimi, për ndryshe nëse nuk e shpjegoj thelbin, ndoshta mbetet ndonjë vëlla apo motër pa e kuptuar, por është gjë shumë e bukur të lexosh Biblën. Ne duhet të lexojmë Biblën sepse ka njerëz që thonë, jo, unë e kam lexuar Biblën disa herë, unë i di këto gjëra, i njoh. Kjo nuk është e vërtet. Nuk është kështu, ne kurrë nuk ndalojmë së mësuari. Sa vite mendoni ju se kam qenë unë duke lexuar Biblën dhe ende po e lexoj dhe ende gjej gjëra të reja. Gjej gjëra që më kishin ngatruar pak në lidhje me gjeografinë dhe historinë, dhe tani që po i lexoj përsëri, shumë pyetje më janë qartësuar. Tani e kuptoj më mirë kontekstin gjeografik dhe historik dhe kjo më jep shumë gëzim, sepse i kisha lexuar mira herë të njëjtat gjëra dhe nuk i kisha kuptuar. Tani po i kuptoj. Prandaj them se Zoti gjithmonë na thot që të lexojmë Biblën. Fryma e Shenjtë gjithmonë na rekomandon të lexojmë Biblën dhe dikush mund të thotë, por unë e di përmendesh. Po, mund ta dim përmendesh, por nuk e kuptojmë. Prandaj duhet të lexojmë dhe të lexojmë, sepse sa herë që lexojmë Zoti na hap mendje në disa vargje të Biblës dhe ne do të kuptojmë shumë gjëra.